Hej Mateo, jam me ty, të kërkoj ndjesë që të lash të prisje pak. Të dëgjoj me pak volum. Ja, do të ngrihet me njëherë, se ishim duke diskutuar diçka në studio me opinionistët. Tani, e pe klipin, besoj. Po. Okej. Ishte një klip që tregonte gjithë rrugtimin e ju të dyve brenda shtëpisë. Një klip që tregon paka shumë edhe emblemën e një raporti ku të dy protagonistët kanë variante të ndryshme o të paktën sfumatura të historisë që nuk i ngjasojnë dhe fort njëra tjetrës. Unë e shoh që ti e ke gjën në maj të gjuhës, po diçka të ndalon për ta thënë. Gabohem? Po, se problemi është që unë nuk e kam prit, domethënë, reagimin e Brikenës në këtë lloj mënyre, se unë nuk kam thënë asgjë në formë sulmi. Edhe si tush kam dash t'ja lej asaj atë hapësirën për të treguar çka ka ndodhur, duke qenë se nuk është se ka ndodhur ndonjë gjë e keqe ose e pabesueshme, domethënë për mos u thënë. Ti vazhdon të qëndrosh faktit që mes jush ka patur një puthje apo jo? Po. Dhe ka qenë një puthje apo kanë qenë një takim i cili ka patur disa puthje, po themi? Ka qenë një takim ku janë shkëmbyer puthje. Eksakt. Ka pasur palë të treta që kanë ndikuar në mos vazhdimin e këtij raporti, kujtoj një bisedë gjatë kohës që doni të sqaroheshit me njëri tjetrin, që ti i thua Brikenës që ti e di cila është arsyeja sepse ne nuk vazhduam të frekuentoheshim, por unë nuk e them dot sepse cila ka qenë arsyeja? Për shkak se kanë qenë familjarët Brikenës që kanë ndërhyrë kjo situata dhe prandaj kam dash t'ja lej asaj në dorë ta thotë, s'kam dash ta them vetë. Pra, ishin familjarë të Brikenës që nuk donin që ju të dy të vazhdonit një raport. Po. Për shkak se ishit të vegjël apo për shkaqe të tjera? Problemi është që unë me Brikenën jemi njohur nëpërmjet Instagramit, nëpërmjet rrjeteve sociale dhe aty Brikena më ka befasuar nga mënyra si mendonte, nga mënyra se si shpreheshet, sepse është një vajzë që krejt ndryshe duket dhe krejt ndryshe është. Çfarë do të thuash me këtë? Qoftë se shumica, domethënë, e gjykojnë si facë ose sikur shtire, të njëjtat biseda që kam bërë me Brikenën në asaj kohe është të njëjta Brikenë që unë shoh sot ose e kam parë nga fillimi i Big Brotherit. Dhe mbas shumë kohë që ne kemi shkëmbyer mesazhe, e kemi folur bashkë, normal ka qenë pëlqim nga të dyja anët. Ne jemi takuar në Prishtinë, ku thash edhe kemi shkëmbyer puthje, dhe ditën tjetër kam shkuar të takoj Brikenën afër Prishtinës, diku aty afër në Vushtri. Dhe në kohën që isha duke pritur, ajo më thot, do më presësh diku tjetër sepse nuk dua të më shoh njëri këtu ku kam banesën. Pra keni qenë në shtëpi? Jo, kam ikur ta marr në shtëpi, ka thënë ku të shkoj ta marr. Okej. Edhe ndërkohë që unë storollatesha derisa Brikena të ditë dhe të më thoshte ku të shkoja ta takoja, në atë moment më pren rrugën një makinë. Edhe më afroi dikush tek xhami dhe më thot, çfarë e ke ti Brikenën? Në atë moment unë jam shtang normalisht se nuk e kuptoja kush ishte dhe çfarë donte dhe nga e dinte. Qartë. Dhe në ato momente duke bashkëbisedu nga një çfarë do ti këtu, pse je ti këtu, çfarë ke Brikenën, unë i them e kam shoqe. Edhe më pyet, a e di babai i saj që ti frekuentosh me Brikenën, dhe unë i them, nuk ka pse ta di njëri në momentin që unë nuk kam diçka më shumë me Brikenën dhe kam marrë thjesht ta takoj. Në atë moment i kërkoj ndjes që po i përmend fillimisht, prandaj asnjëherë nuk kam dash ta them si histori. Telefonon babain e Brikenës, cili ma kalon mua në telefon, dhe unë i them, unë me Brikenën thjesht njihemi, flasim, dhe nuk është domosdoshme kjo telefonat, pasi ne nuk kemi diçka më shumë, përderisa sapo kemi filluar të njihemi. E kuptoj. Edhe ato më thonë që leje këtu këtë gjë. Edhe momenti që shkëputemi, mua më rithot Brikena, hajde më merr, dhe unë i them, kshu më ndodhi. Dhe ajo thot, hajde pa merak. Në momentin që iki, të më thënë të atakoj,
më ndodh prapë e njëjta skenë që vjen daja saj edhe më thot çfarë do t'i këtu, ne folëm një herë dhe unë i them që unë fola me Brikenën dhe besoj se është gjithçka në rregull që po iki ta takoj. Dhe ai më thot jo, dhe rimer Tajatin në telefon, i cili më thot folëm një herë bashkë, lutem lëre këtë muhabet. Edhe normalisht u vura para një përgjegjësie që nuk e mbaja dot. Domethënë nuk e kishim krijuar dot atë afrimitetin apo atë besimin me njëri tjetrin me një takim. Edhe na vun para një përgjegjësie shumë të madhe, të cilën nuk mund ta merrnim. Duke qenë se nuk patëm mundësi as ta njihnim njëri tjetrin aq sa donim nga afër. Edhe i binte të trashnim muhabetet se tush pa filluar akoma. Edhe mbasi ndodhi kjo, kemi folur edhe për pak. Edhe të dy pastaj kemi vendosur të ndalojmë së foluri për shkak të largësisë edhe gjithçka e çfarë ndodhi. Gjatë asaj kohe që flisnit, pra pasi le të themi familjarët, Si? pra pasi familjarët e Brikenës nuk ishin dakord me faktin që ajo të kishte një lidhje. Uroj të mos ketë qenë që të kishte një lidhje me ty, mbase mund të ketë qenë më Nuk besoj se me njihnin kush isha dhe nuk besoj ta kishin personale me mua. Thjesht ato nuk kanë dashur që Brikena të krijonte një lidhje asaj kohe dhe unë e respektoj edhe nuk kam dash të ndërhyj ose të shtyj duke duke thashë. Dhe kjo është e respektueshme. Po ajo që po pyes është gjatë asaj kohe, pra mbasi situatën e kuptuat mirë të dy. Po. Kishte një lloj keqardhje nga ana e Brikenës, pse gjërat nuk po vazhdonin dot për shkak të kësaj? Po normalisht nuk ishte e kënaqur se edhe unë u detyrova pasi më vun para një përgjegjësie që nuk e merrja dot për momentin. Edhe ashtu vendosëm që të dy që ta shkëpusnim, pavarësisht pa dëshirë, po për shkak të rrethanave, edhe pse më ka ngel si peng, me thënë drejtën. Edhe kur ka fillu Big Brotheri, hyrja ime në Big Brother normalisht është vendosur para se të filloj, edhe kur kam parë Brikenën që ka qenë pjesë e shtëpisë, unë jam shtangur. Edhe me thënë drejtën jam vënë shumë siklet se nuk kam dash të le, më thënë asgjë jashtë shtëpisë që më priste, edhe nuk prisja të ishte diçka brenda shtëpisë. Edhe duke qenë se Brikena ishte brenda shtëpisë, një vajzë që unë e kam pas si tush peng historinë tonë, unë ja vë siklet se e para nuk e dija si do reagonte Brikena kur të më shikonte mua, dhe e dyta edhe unë nuk dija se si do reagoja duke pas Brikenën kaq afër në një shtëpi. Që ti ke një lloj dobësie për Brikenën është vënë re edhe me gjërat që ke bërë, ke thënë, po edhe me ato që lexohen mes rreshtas, pra që nuk është se thuhen. Kam vënë re për shembull një shkëmbim tëndin me disa prej vajzave të shtëpisë, me Gretën, me Stelinën, kur ato të ngacmonin në lidhje me këtë histori, dhe natyrisht që gjua e trupit ndonjëherë të dorëzohet, edhe jep atë gjën që në fakt vërtet ndjen. Por ma thuaj sinqerisht, me aq sa ti e kupton, me aq sa ti e njeh Brikenën, edhe pse kontaktet fizike mund të kenë qenë të pakta. A mendon se ajo mund të ketë diçka, pra një lloj tërheqje, se duket sikur mundohet shumë të thotë që jo, po se mua s'më pëlqejnë më çunat e palestru, më pëlqejnë çunat me bashkë. Kur rini bashkë mundohet të kthej një çik kurrizin dhe mos të shikoj gjatë gjithë kohës në sy. Pra ti si çun, aq më shumë si çun që e njeh, a lexon që ka një lloj gjëje, por për shkak të asaj që ka ndodhur ose për shkak të ndalesave të tjera nuk e çon dot për te? Unë po, e lexo. Unë e shoh dhe e kuptoj, edhe prandaj jam munduar dhe t'ja respektoj hapësirën e saj, jam munduar mos ta vënë siklet, mos t'i afrojmë pa arsye. Domethënë t'i le kohën e nevojshme, hapësirën e nevojshme që ta kuptoj që unë s'jam armiku saj këtu, dhe unë e kuptoj që ajo mund të ketë siklet shumë të madh nga familja. Për faktin se është në një reality show, po unë në asnjë moment nuk do jem armiku saj dhe në asnjë moment nuk do të cënoj atë apo figurën e saj kurrë në botë. Ti vetë si e njëra, të janë rizgjuar gjëra që mendoje se i kishe vënë kapak, apo? Thash fakti që kam në një shtëpi për mua nuk është e lehtë, se normalisht fillon edhe mendon. Më është rizgjuar ai pëlqimi që kam pasur, po nuk dua të bëj gjëra të shtrënguara ose ta vënë presion, dua ta lë
gjën të rrjedh i lirshëm. Normalisht kam qef ta kem më shumë afër vetës, bisedoj më shumë, po shoh këto barrierat që më pengojnë. Edhe i le kohën e saj. Okej, Mateo, falenderoj shumë për sinqeritetin, edhe të kërkoj të kthehesh në shtëpi. Faleminderit ju.